Gjithmonë e kemi atë idenë romantike për kohët e vjedra të mira, apo jo? Kalorës, kështjella, e po, bëhuni gati. Sot do bëjmë një udhtim të shpejt prapa në kohë, dhe po ju a them që tani, harrojeni gjithçka që keni parë nëpër filma. E po, ja ku jemi. Lajmi i parë dhe ndoshta i vetmi i mirë për sot, jeni gjallë. Urime, i keni mbijetuar natës, nuk ju mbyti tymi, nuk ju kafshoi ndonjë mij gjigant, kështu që po, mund ta quajmë një fitore. Por, ka edhe një lajm të keq. Shumë të keq, në fakt. Jemi në vitin 1325. Po, një epokë ku, le të themi, shanset për të pasur një vdekje të tmerrshme ishin shumë më të larta se shanset për të pasur një ditë të mirë. Pra, si nis dita në 1325. E po, gjëja e parë që ndjeni është një kruarje e tmerrshme. Janë pleshtat, miqtuaj të shtratit, që po hanë mëngjes. Shtrati vet, një thes i mbushur me kasht që ka nisur të kalbet, dhe ajo batania e rënd prej leshi, ka që papastër sa peshon sa një karrige. Koncepti i komfortit thjesht nuk ekziston. Ndërkohë që përpiqeni të ngriheni, çdo kockë kërcet si një derë ndryshkur. Dhe pjesa më e bukur, jeni vetëm 22 vjeç. Po, 22. Kjo praktikisht konsideroj mosha e mesme. Puna e rëndë dhe ushqimi i tmerrshëm tashmë e kam bërë të veten. Imagjinojeni pak, 22 vjeç dhe trupi ndjes sikur je 60. Tani, le të flasim për aromën e dhomë. Çfarë arome? Është një përzierje unike. Keni erën e djersës së ndenjur, frymën e kafshëve që flen pothuajse ngjitur, një prekje myku dhe sigurisht aroma e gjithë familjes që flen në të njëjtën hapësirë. Privatësia? Çfarë është kjo fjalë? Mirë, koha për mëngjes, por harrojeni petullat apo kafen. Mëngjesi mesjetar ishte një aventurë, dhe jo nga ato të mirat. Në fakt mund t'ishte më i rrezikshëm se çdo gjë tjetër që do të bënit gjatë ditës. Në menu kemi potazh. Çfarë është potazhi? Imagjinoni një gjell të trash me drithra dhe çfarë do perime që gjendet. Tani imagjinoni që kjo gjell nuk mbaron kurrë. Zjen të njëjtën enë për ditë me radhë dhe çdo ditë thjesht i shtohen përbërës të rinj si për mbetjeve të vjetra. Një eksperiment i pafund dhe as pak i shishëm. Edhe çfarë shkon me gjellën? Bukë, sigurisht. Por kjo nuk është buka e butë që njohim. Kjo është më shumë si një tull. Kaq e fortë dhe e dendur, shpesh e mbushur me tallash apo edhe balt për t'i dhënë peshë. Praktikisht duhet të luftosh me të për të marrë një copë. Dhe sikur të mos mjaftonte, buka ndonjëherë vinte me një bonus special, një kërputh parazite e quajtur ergot. Efektet anësore, asgjë e madhe, thjesht konvulsione të dhunshme dhe halucinacione si ato të LSD-s. Pra, mëngjesi yt nuk është vetëm i pashishëm, por mund të jetë edhe psikodelik. Mirë, tani keni etje pas gjithë këtij ushqimit, do të pini ujë? Më mirë mos. Uji i lumit është i koktejlit tmerrshëm parazitësh, mbeturinash njerëzore dhe kafshësh të ngordhura. Zgjidhja e vetme e sigurt, bira. Po, birë për mëngjes, edhe për fëmijët. Procesi i fermentimit vriste bakteret, kështu që ishte literalisht pija më e shëndetshme në dispozicion. Okej, mbarua me shpinë. Tani dalim jashtë për pak ajër të pastër. Ose jo, sepse jeta publike ishte po aq e ndyrë, në mos më keq. Buni gati, sepse do të bëhet rëmuj. Imagjinoni të ecni në rrugë dhe papritur dëgjoni dikë të bërtase, guardilo. Kjo është shenja juaj për t'u hedhur mënjan sa më shpejt të mundeni. Pse? Sepse dikush sapo hodhi përmbajtjen e tualetit të tij nga dritarja e katit të dytë. Po, rrugët ishin praktikisht kanalizime të hapura. Dhe kur jemi të tualetet, nuk kishte të tilla. Tualeti ishte ose një kovë në cep të dhomës, ose thjesht rruga. Dhe për letrën higjienike, harrojeni. Opsionet ishin gjethe, myshk ose ndonjë copë lecke e vjetër. Shumë ndryshe nga sot. Tani, për drejtësinë. Nëse dikush ju akuzon për një krim, mos prisni gjyq me avokat. Një metodë popullore ishte gjyqi i Zotit. Ja si funksiononte. Të lidhnin dhe të hidhnin në lum. Nëse fundosesh edhe myteshe, urime, ishi pa fajshëm, por i vdekur. Nëse fluturoi mi ujë, kjo tregonte se uji i bekuar të refuzonte, pra ishe fajtor dhe do të ekzekutoheshe. Pra sido që të shkonte, fundi nuk ishte i mirë. Në rregull, le të themi se sëmuresh. Kë do të thrasesh? Jo një mjek, por një berber kirurg. Po, personi që të pret flokët ishte i njëjti person që të bënte operacion. Dhe kurat? Kurat shpesh ishin më të këqija se vetë sëmundja. Cilat ishin këto kura? Pyesni? Nëse ke ethe,
Zgjidhja ishte të të lëshonin gjak derisa të humbisje ndjenjat. Nëse ishe i trishtuar, të jepnin laksativ të fortë, për infeksionet, ndoshta disa brumbuj të shtypur, dhe sigurisht kura për gjithçka, shushunjat, shumë shushunj. Mendoni pak për këtë. Një dhimbje e thjesht dhëmbi mund të ishte dënim me vdekje. Pa antibiotika, një infeksion i vogël mund të përhapej dhe të vriste. Dhe zgjidhja? Berber kirurgu e shkulte dhëmbin me një palë dar hekurit të ndryshkura, pa asnjë lloj anestezie natyrisht. Kur i mendon të gjitha këto, kupton diçka. Të mbjetoje në mesjet nuk ishte e pritshme, ishte një mrekulli. Çdo ditë ishte një fitore kundër vdekjes. Kjo na bën të vlerësojmë edhe më shumë botën tonë sot. Dhe nëse mendoni se ishte e vështirë për të gjithë, për gratë ishte si të luaj lojë në nivelin më të lartë të vështirësisë. Martesat ishin në moshën 12 vjeçare. Lindja e fëmijëve ishte një nga gjërat më të rrezikshme që mund të bëje. Një lotari e vërtet me vdekjen. Dhe nëse ishe pak më e mençur apo e pavarur se ç'duaj, rrezikoje të digjin si shtrig. Shpesh flitet për një jetëgjatësi mesatare prej 30 vjetësh, por kjo shifër fsheh një të vërtet të zymt. Arsyeja kryesore pse mesatarja ishte kaq e ulët, ja ku është. Rreth 50% e fëmijëve vdisnin para se të mbushnin 5 vjeç. Gjysma. Kjo do të thotë që nëse ja dilej të mbjetoje familjarin dhe të arrije moshën 40 vjeç, ishte praktikisht një legjend. Nuk ishte thjesht fat, ishte një anomali statistikore, një dëshmi e një trupi tepër të fortë dhe një fatit pabesueshëm. E megjithatë, dhe kjo është pjesa më e pabesueshme, me zgjidhje kësaj ndyre, sëmundjeje dhe dhune, njerëzit nuk u dorëzuan. Ata vazhduan të jetonin, të dashuronin, të krijonin familje, të këndonin këngë, të ndërtonin gjëra. Kjo tregon diçka të jashtëzakonshme për forcën njerëzore, apo jo? Pra, herën tjetër që mërzitemi se interneti është i ngadalt, apo se porosia jonë vonohet, ndoshta ja vlen të kujtojmë për një sekond vitin 1325, kështu që po e mbyllim me këtë pyetje. Për te ujit të pastër dhe antibiotikëve, cila është ajo rahati e vogël e përditshme e botës moderne për të cilën vjeni më së shumti mirënjohës?